Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim, të uroj një javë të mbarë të dhe gjithë shqiptarëve që janë në zemrën e shpirtin me veprime shqiptarë. Edhe jo një javë të mbarë me gjithë shqiptarët. Politika shqiptare ka 34 vjetë që i ha popullit kumë e dardha e fiqe mollë më shpine. Me mashtrime, me intriga e lloj-lloj. Pra ju thoni dardhat nuk janë mbas shpinës kryeministrit, por hajnë mbas shpinës popullit. Po. Apo në sytë e popullit, mbas shpinës kryeministrit. Komplet klasa politike, PS, PD, PR, LSI, PSD, me fjalë, i kanë ngënë kumlla mbas shpine këtij populli, e kanë mashtruar, e kanë përdorur. Për sa i përket reformës ndjeshore, Bashkim, është një dështim komplet. Faktet që po dalin ditat ditës, ta kam thënë se përderisa i përzgjodhi klasa politike e ndyrë që është përmburg e gjitha, nga ish presidentët deri te aktuali, nga ish kryeministrat deri te aktuali. Më kupton, nuk din ku çojnë miliardat e eurove. Ndiq lekun e ka antimafia. Urdhë kullat, me çfarë bën? Si kalojnë këto miliarda në për llogarit bankare? Arrestimi e Erion Veliat ishte shumë i vonuar, Bashkim. Ta them sinqerisht, pavarësisht se prokurorit dhe gjyqtarët mund të kenë tenet të tyre. Më kupton, si ka mundësi që ish drejtorat e bashkisë të blejnë vila miliona eurose. Konkretisht një e kanë te Pazari i Ri, mbrapa ish punis shtat letrës. Le ti verifikojnë, duan çdo gjë pa di. Çati që duket çdo kallauz. E vërteta nuk mbulohet me sos, Bashkim. Qartë, shoqë që për fillori me ngjeshën tepër nervozë dhe tepër i ndinjuar. Dhe një minutë të lutem, Bashkim. Po ti lëm hapësirë dhe të tjerëve. 2 minuta kemi për secilin. Një minutë. Kodi zgjedhor ka ndalohet votimi familjar. Po. Tani emigrantët diasporën, kush do i kontrolloj ata kur i vinë bashkimoxhës 5 flet votimi si kryefamiljar? Të na thonë pak këta ekspertët e famshëm. Qartë. Unë ju falenderoj juve që sillni shqetësimet tuaja, sillni dhe indinjatën tuaj në fillimin e kësaj dite të re. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Si kaluat? Mirë, urdhroni. Tani unë e kam gjetur disa herë në shqetësimin e ujit dhe juve për momentin më keni zgjidhur. E po tash drejt që ta haj, kemi 2 javë ditë pa u larë. Nga çfarë zonë është problem uji. Ka nisur kryeministri që nga 2013 dhe deri tani thot 24 orë ujë, vetëm këtë ka prioritet. Nga çfarë zonë? Tani ne ku të vemi, ku të mbitemi, ku të vete unë të mbush ujë. Ju lutem më thoni nga çfarë zonë flisni? Nga Fieri. Nga Fieri. Po. Jeni pa ujë prej sa kohësh? 2 javë ditë nuk na vjen në orën 6, një pirë ujë që nuk bën dot asnjë lloj veprimi. As lash, as fenët, as robat, as vetë. Ndërkohë dëgjojmë premtime për 24 orë ujë, po. E di si është puna tani, ata marrin ashtu punonin tash për fushat, edhe tash na japin ujin, edhe ata marrin para tona. Unë jam në rregull. Asnjëherë s'kam qenë debitore, tani të pagoj 25.000 lekë dhe mos të kem ujë, zoti Bashkim, tash unë nuk e di si po vete kjo punë. Falenderoj që sillni këtu realitetin qytetar dhe vendosni atë dhe përballë premtimeve që veçanërisht tani në fushat janë edhe më të shumta. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni pra flisni. Mirë, urdhroni. Mirë, çfarë do i themi publikut? More desha të bëj një pyetje. Po? Ai kryetari i Bashkisë Tiranës atje në Druzi, çfarë kërkon ai? Ai kërkon të drejtën e vet sipas tij. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Në telefonin tonë 045-620-601 të hapur për të gjithë, mund të themi çfarë të duam dhe çfarë gjykojmë të rëndësishme për ta ndarë me publikun e këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirë, zoti Bashkim, jam i qytetar Tirana. Po, urdhroni, çfarë do themi këtë mëngjes? Po
të them, unë jam qytetar, i njoh ligjet e shtetit, normat shoqërore të gjitha. Tani nuk më intereson politika fare, po flasem për emër, nuk përfaqësoj ligjin, po të flasem emër të ligjit. Përse nuk urdhëron tani kur vetëm ky i gjati, kur të vjen direkt Ministrinë e Policisë më pranga të Liberishës. Pranga direkt. Pa urdhër prokurori, pa që direkt si ministër, me qarta drejtor policie. Ati të vën pranga se ka kryer vepër penale. Ka kryer vepër penale, ka vrarë. Po ja kurtat janë çunta. Prangat nuk vjen pa një proces të rregull gjyqësor, Jo. Në shoqërinë që jemi, nuk funksionon që prangat të vjen nga gjyqet popullore. Jo gjyqet popullore, jo. Po ai do dalin gjyq, o ka thënë që të natë po prangat i vjen sepse ka prova digjitale. Ka prova digjitale me zënë e sikur. Janë vendime që i gjykata referuar ligjeve ekzistuese apo jo. Unë ju falenderoj si do qoftë shihni dhe ju vendimin tuaj, kuptojmë edhe se çfarë mendoni në këtë mëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. More po unë çuditëm se këtu e bëjnë sur janë prokuror, janë hetus, janë gjitha. Po nuk bëhet kështu me hamendje, ku bëhen kullat, ku bëhen këto, jo vodë kaq, jo bëri kaq, ku i gjetën ta më kaq shpejt i bërë me lapsit, i bërë lapsit. Po që është këtë popull kaq të lafatan, kaq me hamendje. Ore, nuk po them, mas duhet të mbroj, duhet të di se kush ishte rënë dhe një, kush ishte tjetë, kush ishte tjetë. Po, ka dënim, jo me anonime, me deta anonime. Po, si ka mundësi që të krahasosh ti tani me letra anonime, kur në Gërdes u bë nami, u bë gjak. Po, si mund të thosh si, djali i kërkon pjatin, Remzi Hoxhën, e kërkon, pse nuk e të zgjidhur? Pse? Ai, ku ishte i lirë kumbaru? Pse e zdukur? Në qoftë se do ishte ashtu e burgose, jo ta zdukur. Ku ishte i lirë kumbaru? Pra duhet të funksionoj... Ku se pa isi me dokumenta që u ratis në Angli. Edhe u masu atje, arreston në anglesët, dhe mas disa dite e dha njoftimi që u lërgua u ratis. Juve thoni që duhet të funksionoj gjykatat dhe jo gjyqet popullore. E thoni ju, nami bëri, ta janë turë njerëzit ku shpunon, aty janë goditur një skenë e postër e Sali Berishës, se ka punuar me skenën se ka mbaruar psikologjine. Ai fsha komunistët, merë komunistët, bëjt deputet. E i themë të burgosë, dhe të marrin kastrët islamin, të bëjt komandat në tyre. Hajde mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim përsëri, kur keni të prapë diçka të rëndësishme për të sjellë këtu me publikun, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem. Problem kryesor është shërbimi në shëndetësi, të paktën në vendin tonë. Nuk ka shërbim falas në këtë vend. Aq më tepër, mos të rënë të rasti për një shërbim kirurgjikal, të paktën në Tiranë. Doktori nuk thot kur që un kam lekun, ma jep shteti. Duhet të marr masa. Do paguash edhe në sistemin shëndetësor të jesh në Tiranë, do paguash lek. Nuk të falin. Ilaçet nuk janë. Mjeku nuk thot. Mjeku nuk është në rolin e mjekut. Nuk mund të thuash mjek në Tiranë në Shqipëri. Sepse po kërkoj lek, ai nuk është mjek, ai është pronar. Mjekët janë pronar. Shteti duhet të marrë mas për doktorët. Le të vëjë një tarif më mirë, 100.000 lek të reja, si që janë dhe jashtë, si që janë në Greqi. Shteti fqin, jo 1 milion, jo 2 milion të marri doktori, e di që do vesh dhe po spate, do të t'i pagua i afërmi. Po jo të paguash një mas kaq të madhe, dhe se ke të siguruar jetën, nuk të thot doktori as të shkuara. Doktori takojnë të shërbej, të thot, edhe të shkuara, edhe të falenderosh, gjë që nuk do në vendin tonë. Jashtë ka shërbime të sigurta, jashtë ka librezën e shëndetit, çdo kategori, e di që ka të siguruar. Shërbimi shëndetësor në Shqipëri nuk është i siguruar. Unë ju falenderoj që dhe ju sjellni këtu përjetimet e realitetit nga qytetarët, të cilët
përgjigjëstrojnë atë sloganin tepër të përsëritur, shëndetësia falas. Qytetarët prekin të tjera realitete, thot zonja, duke sjell një dëshmi konkrete. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Zoti gazetar. Urdhroni. E kemi populli e ka të kollajshëm. Çdo ankesë dhe çdo kërkesë. Po. Zgjedhjet janë ndërë. Po. Me qenë se janë zgjedhjet ndërë, Tigri 1 dhe Tigri 2 kanë ardhur në kohë gjende dhe janë në Durrës. Ato në japin energji elektrike, dhe atire du të japin votën. E dyta, 50 milion euro në tunelin e diku u vadin në Kallogaraja, ka u. Milë të anë të flasit. Atire të japin votën. Se në kanë votë 50 milion euro. Pra ju thoni, për para se sa të japin... Iniciatori nuk është Tiran, japin votën ati, se nuk është iniciatori. Pra të mendojmë gjatë... E në ka të kollesë, këtë ato ankesat, i ka të kollesë në poplit. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu mesazhin që e përgjegjshmërisë që kemi në ditën e votimit, dhe për ta dhënë votën duhet të mendojmë dhe duhet të arsyetojmë përpara se sa të lëshojmë atë në kutinë e votimit. Është mesazhi që sjell qytetari pikërisht në atmosferën e këtyre ditëve. Urdhroni. Bashkim mëngjesi. Mirëmëngjes. Mëngjesi flas nga Vlora. Respekt për ty bashkim. Edhe për ju respekt gjithashtu. Urdhroni. Dëgjoj. Kisha një diçka, por në fillim do uroj gjithë nënat, motrat tona, gëzuar festën e grave të gjitha, gjeni femërore. Se në qëlloj pa emision në këtë ditë, nuk uronim do të shtunën në live. Urdhroni. Në dëgjon apo së më dëgjon? Jo dëgjoj, jo dhe unë dhe publiku. Përshëndes komplet të gjithë nënat tona. Po, e dëgjojmë të. Për festën që patën. Po do të nisem këtu, dëgjom pak me vëmendje këtu, do të nisem. 30% festojnë festën, se 70% janë të ngujuara në shtëpi të shkretat. Janë që kemi kaq vjet që na 92 deri më sot, nëna tona, gra tona, vajza tona dhunohen aburrat. Dhunohen, vriten, të gjitha. Jo 30% të festohet, po duhet të dalin edhe ato agallare, se agallare qojtë të vesë në lokale atje, se do 200.000-300.000 lekë të tërshë atje. Të vend, kur flasin në televizor që flasin, opinionin, thonë, mbushe televizori komplet, me fjale posh, po duhet dalin në proces atje. Në proces atje të drejtat e grave. Ju e konceptoni që festa e grave duhet jetë një ditë proteste dhe një meditimi për të dhënë dignitetin e dorë grave në shoqëri. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj, kemi dhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes, të bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Ja po, data e votimit me shpejt është. Po? E Ramën aty kemi prap. Është i kong e re është ajo. Robi plaket kur vjen moshe për plaket kur do në vetë. Robi plaket kur do vetë është ka, po. Po, Edi Rama ka përgjik kur ti do një shefi vetë. Kështu është mendimi im dhe s'ma ndryshon njëri. Inshallah jemi gjallë zotin Taksina dhe 2 muaj, edhe flasim prapë për këtë çështje. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni në mënyrën tuaj, mendimet tuaja në mëngjesin e ditës sot, i ndani ato me publikun e madh të këtij mëngjesi. Tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell titujt: hyn në fuqi vendimi, mbyllje e TikTokut zgjat deri kur kompania të vendos filtra. Kjo lëvizje erdhi pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani me thik nga një bashkëmoshatar i tij pas një sheri të nisur në rrjetet sociale. Protesta kundër censurës. Berisha paralajmëron Ramën të presin procese të shumta ligjore. Mesazhi për 15 marsin. Berisha takon deputetën e Forza Italia, denoncon përndjekjen e opozitës. Kandidatët e 11 majit, Rama mbledh drejtuesit e qarqeve për listat.
emrat të mërkurën në kryesinë e Partisë Socialiste. Surprizat. Ish zyrtar socialist pas hekurave, Rama, kushdo që mundohet të hajë të tjerët mbas shpine, të shkojë aty ku e meriton, krenar për Partinë Socialiste. Një opinion nga Arben Malej titullohet Bllokimi fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë, ushqen varfërinë dhe braktisjen. Nga Xhevat Mustafa, mos vallë protesta për TikTokun është angari kot. Nga Pëllum Nako, një histori e largët që përsëritet. Për vjetori, Dr. Maksud Drasa, gjeniu i shekullit të 20, një emër që meriton të kujtohet. Legalizimet, lista e re, 583 familje që pajisen me leje. Teodor Keko, shkrimtari me humorin e holl dhe politikani me shpirtin e rebeluar, si e ndjeu të keqen. Nga Evarist Beqiri vjen në dosja Zonja e parë e Shqipërisë dhe historia e pazakon. Nga rrëmimi vajzës së vezirit e celebrimi në fshehtësi. Zbulohet akti martesës si Ismail Qemalit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Edi Rama takime kok më kok me drejtues politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Ja lista me 110 emrat e preferuar që do përfaqësojnë socialistët në të 12 qarqet e vendit. Sali Berisha, ora më e bukur e njeriut në jetë është ora kur të thërret atë dheu. Demokratët arritën të krijojnë një koalicion me 26 parti për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të cilën e kanë pagëzuar Shqipëria madhështore. Berisha deklaron se Partia Demokratike shkëlqen dhe fitore ka një sekret, pushtimin e mendjeve dhe zemrave të qytetarëve. Zgjedhjet 2025, diaspora jo thjesht për t'i marrë votën, publikohet lista e votuesve, ja si mund të verifikoni emrin në platformë. Ruaj na Zot se shteti nuk na mbron dot. Xhevat Mustafa, në nëhundët e institucioneve, bosët e shëndetësisë mbushin farmacitë me ilaçe nga Bangladeshi. Në 365 ditë, qytetari shqiptar është viktimë e ajrit të ndotur, kullave, neglizhencës së AKU-s, ushqimeve me pesticide dhe hormone, djegjes së plerave në fusha të hapura, kanabizimit dhe pagave e pensioneve të ulta, por me çmime të shtrenjta. Ish presidenti Alfred Mojsiu flet për çështjet kombëtare, qëllimet revanshe të grekëve dhe heroizmi i popullit çam duan drejtim të mirë politik. Analizë Gëzim Zilja, kapriçat e qeverisë me vlorën turistike duke tjetërsuar historinë në sheshin Pavarësia dhe atë të Flamurit. Nga Anastas Angeli, Salzburgu voton për kreun e ri të Akademisë së Shkencave të Europës. Nga Gëzim Llojdia, marsi i emigrimit të 1991-shit. Emigrojnë edhe bebet, të rinj në emigrin, po lindin më shumë. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, lista e 11 majit, Rama mpre lapsin deri më 12 mars. Demokratët në 11 maj, kryesia e Partisë Demokratike vendos për kandidatët brenda javës. 4 janë nga Partia e Lirisë. Nga Valona Tela dhe Arton Konushevsi botohet opinioni përballë ndryshimeve globale, Kosova t'i rimendoj aleancat. Nga Frauke Sibas, mosmarrveshje transatlantike në Ballkan, nga Kenan Malik, injoro mosmarrveshjen. Një fituesi Oscarit ofron vizionin e një Palestine të përbashkët. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, radiografia e një hetimi. Disa të dhëna vërtet befasuese që dalin nga vendimi 360 faqe me shumë boldime i gjyqtarit Bani për Erion Veliajn. Largimi habitshëm i gjyqtares Atalanta Zeqirej dhe marifeti procedurial i shortimit të çështjes për t'i rënë patjetër roleta e gatishmërisë zotit Erion Bani. Pas arrestimit të Veliajt fshihet një strukturë. Çfarë ka dashur të thotë Edi Rama? Një deklaratë e kryeministit në një takim të mbyllur dhe një artikull që bëri buj ditën e djeshme. Disa rastësi të habitshme greke të dyshes Dado Bani dhe pretendimi për një intrig pushteti në Tiranë, e lidhur me shërbimet sekrete dhe rastin Beleri. Propozimet, zgjedhjet e 11 majit, cilët janë emrat e mundshëm të Ramës në 12 qarqet e vendit. Ndahet nga jeta Andis Sarasani, ishte 53 vjeç. Kurti, Serbia ndërhyri në zgjedhjet e 9 shkurtit. Rasti Dodik, non grata i parë në Ballkan dhe adhuruesi Trump, merr goditin e parë nga Trump. Vasalët ose treni elektoral i opozitës është një analizë nga Bedri Islami. Kujdes zemrën, ndikimi fshehur i stresit, është shkrimi që njoftohet në rubrikën e shëndetit në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Panorama Sport, po vjen Anglia, alarm kuqezi.
Broja dhe Tutsi jashtë, zorse do t'jenë të gatshëm për përfaqësuesin. Daku në formë me 2 gola, për sulmi me probleme. Manaj dje rrezikoi. Skënderbeu Partizani në Korçë luftë për 4 e mbijetesën. Dinamo Bylisi blu duan ringjalljen, Bylisi zonën e sigurisë. Klasike, Halili shkundi ekipin, Miloti paralajmëron Shkodranët. Parashikimet 1x2 në Panorama Sport sot të gjeni parashikimet për ndeshjet e ditës së sotme. Ski, shkëlqen Kolturi, tjetër podium në Kupën e Botës. Basketbol, Kamza Tirana vendoset në tavolinë prej trajnerit. Janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi se kështu informacione më të fundit në fillimin e kësaj dite të re, duke i referuar faqeve të para të disa prej gazetave, portaleve online dhe telefonatave që sollën qytetarët nga realitetet që përjetojnë vetë qytetarët. Këtu përfundojmë emisionin për ditën e sotme, ndajemi me urimin njerëzor, kalofshi të gjithë një ditë të bukur, një ditë të mbar, një ditë të mirë me familjarët tuaj. Bashkë të shifemi sërish nesër. Miropafshim.